Teta është se në 12 vite a y varfroj shqiptarët si as kusht tjetër, rritën çmimet si në asnjë vend tjetër, largoj shqiptarët nga Shqipëria. Na edhe unë jam këtu të ky sot. Të kërkoj nga ju Matjan edhe Matjan, të çdo force politike qofshi, vetëm 100 ditë provë. Nuk kërkoj për pushtetin tim ta ketë qartë çdo shqiptar, se unë s'kam ambicie për pushtet. Nuk kam ambicie për para, jam dase, po të kisha pas ambicie për para, do isha një nga mjekët më të pasur. Por, tre vite më parë, kur konstatova se duan t'u lanë pa opozit, unë ngrita. Dhe sot ju keni opozit që ecën drejt fitores. Unë kërkoj nga çdo qytetar shqiptar vetëm 100 ditë për të transformuar Shqipërinë. 100 ditë në një mision. Në një mision në të cilin të gjithë shqiptarët do bashkojnë zemrat e tyre për të ndihmuar në radhë parë ata 760.000 burra dhe gra të thinjur që trajtohen në mënyrën më të padenjë me një pension qesharak dhe të dhimbshëm, për të vendosur minimumin jetik 200 euro. Kërkoj 100 ditë që ne të vendosim pensionin minimal 200 euro. Kërkoj 100 ditë për të shpalosur para çdo shqiptari një mundësi të re. Kërkoj 100 ditë për t'i dhënë çdo pensionisti dhe çdo rrogulti që s'do ketë rrogë ndën 500 euro. Kërkoj 100 ditë për të vendosur rrogën minimale 500 euro. Dhe për dhënë kartën e konsumatorit. Kërkoj 100 ditë për të përgjysmuar tarifën e ujit për qytetarët, për të ulur në 7 lek çmimin e energjisë për qytetarët. Kërkoj 100 ditë dhe vetëm 100 ditë për të vendosur në Shqipëri listën italiane të rimbursimit të ilaçeve. Rimbursim 100%. Na duhen 100 ditë dhe vetëm 100 ditë. Që të vendosim të bëjmë realitet kontratën e firmosur me presidentin e Bashkimit Pavarur të Sindikatave të Shqipërisë, për minatorët, për gjeologët, për naftarët, statusin e tyre 100% si pas kontratës. Plotësisht. 100 ditë. Kërkoj 100 ditë. Kërkoj 100 ditë që çdo biznesmen i vogël, ti ulet çmimi i energjisë nga 18 lek në 6 lek. Të ulet për çdo shqiptar nafta 30-40% të çmimit. Ti përgjysmohet biznesmenit të vogël tarife ujit. Ti pjestohet me 5 tarife sipërfaqes publike. Ti vihet kufirit të thana bashkisë. Mos mund të vendos kur tarife taksa mbi biznesin me shumë se 1% të xhiros.
kërkoj vetëm 100 ditë. 100 ditë që çdo fermer i Matit dhe i Shqipërisë, pavarësisht sa tokë ka, apo sa kokë bagti mban, apo sa fidan e mbjell, të subvencionohet për çdo fidan, për çdo kokë bagti, për çdo njësi prodhimi. Jo 2, 3, 5 herë më shumë se sot. Të subvencionohet, aq sa subvencionon Kosova fermerët e vet. Miq, për 1 hektar grur, Kosova jep 500 euro për mbjelljen, jep 100 euro për plehrimin kimik, jep 53 euro për naftën, jep 1.350 euro për prodhimin e grurit, për kilogram, total 35 kuintal. Pra, Kosova ju jep fermerëve 10% të kostos së shpenzimeve që bëjnë për tokën, për bagtin, për baçen. Shqipëria 10%. Jo, çdo shqiptar do marr sa çmerr fermerin Kosovë dhe në Maqedoni. Çdo i ri, mesatarja hiqet. Nuk ka më mesatare për të hyrë në universitete. Tarifat e universiteteve pjestohen me 4. Pjestohen me 4. Për çdo student. Studentët me bursë do kenë 200 euro bursën, minimumin jetik. Studentët pas përfundimit studimeve, qeveria do paguaj sigurimet shoqërore 1 vit. Trajnimin e tyre. Çdo çift i ri një çati. 30.000 euro grant për të paguar interesat e kredisë. Miqtë e mi, ky program nuk është një program as për partinë, as për Sali Berishën. Ky program është për çdo qytetar të këtij vendi. Garantoj se do ketë ulje të madhe në çmimet e ndërtimeve. Prishti, çfarë ndodh sot? A e dini ju që këta kanë 10 fishur taksen mbi sipërfaqen e ndërtimit? Ajo ishte 2% të preventivit apo të çmimit shitjes, të çmimit shitjes, e kanë 2% të kostos, 2% të kostos e kanë kthyer në 10% të çmimit të shitjes. 3% taksa sociale hiqet. Në këtë mënyrë, një ndërtues që do paguon te 400, do paguaj 40, do paguaj shumë e pak. Jo vetëm kaq, por ne do ndërtojmë ndërtesa sociale, gjersa të mbyllim në mënyrë përfundimtare kanalet e narkoerove, që po helmojnë Shqipërinë, që po largojnë shqiptarët. Ky është programi ynë, dhe ky program është vetëm 100 ditë. Ditë të tjera është muaj të tjerë, vite të tjera, Shqipëria do bëhet madhështore, ju garantoj unë ju. Se me këto masa, Mati,
pasurit e veta do t'i shtrojnë pasurit matjanve. Made in Mat, Made in Albania, do jetë krenaria në komtare.